latët dhe arrit të krijojë qeverinë dhe me shumë përpjekje do krijojë edhe mund të zgjedhë kryetarin e kuvendit, por nuk zgjedh dot presidentin. Është e njëjta gjë, është si të shohësh një film disa herë dhe të presësh që në fund ai heroi kryesor mos vritet. Ndërkohë që ajo dihet. Thelbi në këtë pikë është që forcat politike kosovare duhet të tejkalojnë veten, të tejkalojnë kompromiset. Hello. Të bëjnë kompromise. Në vendet të tjera të rajonit apo të Europës kanë qenë shumë të forta dhe midis forcave politike që kanë qenë armika apo midis etnive të cilat kanë qenë edhe në luftë. Kjo është aftësia. Vetë politika është kompromis nga ana tjetër. Sigurisht, po këtë që nuk po mësohen do të politikën e Kosovës, që dikush duhet të qeverisë, por nuk mund t'i marrë të gjitha. Duhet të ndajë pushtet për të krijuar atë balancën, siç ndodh për shembull në vende të ndryshme, në Belgjikë, në Liban, apo asnjë forcë politike nuk e ka shumicën e Greqisë që të zgjedhë presidentin. Ka forca kuese antagoniste nga të vënd, të cilat nuk janë dakord për asnjë gjë. Megjithatë arritën ta zgjedhin institucionet vendore dhe presidentin, qeverinë, parlamentin pa penguar asnjë proces. Edhe do të kujtoj sepse mora shumë Greqinë sepse e njohin shumë shqiptarët që jetojnë atje, që zgjedhin duhet të diela dhe të deri të mërkurën, të gjitha institucionet e reja të dalën nga zgjedhjet janë në punë. Tani është e papranueshme që për 18 muaj qytetarët e Kosovës, shqiptarët dhe serba apo të komunitetet e tjera të shkojnë në zgjedhje, të votojnë dhe në kjo politikë mos arrit të gjejë gjuna për bashkët, përse për të formuar institucione. Pra thelbi është kompromisi, diçka që duhet ta kenë në konsideratë. Ndërkohë Shalti Nikoli për faturat e integrimit, mungesës së fondeve nga Bashkimi Evropian, pasiguri legislative, unë mund të them faturën ekonomike, 10,8 milion euro në fakt të shkon. Qeveria funksionon, investimet nuk bën. Funksionon vetëm administrata publike, që merr pagën për punën që bën, ato që shkojnë nga taksat dhe qytetarët që paguajnë taksat, që bëjnë biznesin e tyre normal, që përpiqen të normalizojnë jetën e tyre. Por tre rezultate të rëndësishme që prodhuan këto zgjedhje nuk janë rezultate fort mira. Edhe për Kosovë, edhe për parlamentin e Kosovës me Shqipërinë. I hedhim një sy në fakte dhe grafikut që kemi për zgjedhjet në Kosovë, subjekti politik Lëvizja Vendosja, sigurisht që përsa gjatë shifrat po kemi në ekran të plot. Në vitin 2021, Vendosja kishte 58%. Po. Në 2025 mbajti 51%. Në zgjedhjet e shkurtër. Tani është 42.
ky është leksioni më i madh që i dha qytetaria e Kosovës. Qytetaria e Kosovës, ajo që doli dha rezultate, sepse 37% e persona kanë dalë pozitiva, po ajo që nuk doli dha mësim tjetër. Dhe nëse do të shikojmë këtu, mua më vjen keq që dedikoja është me 70%, jo se kam një afeksion ndaj djathtas, por është me Artiri Ibrahim Rugomës. Që në dhejsi në punë në Kosovës. Shikoj që se ku shkon besimi politik dhe partitë politike, sa lidhe ati që luftohi për pavarësinë e Kosovës. I japin trashëgimtarëve të atyre, japin. Dhe kemi listën sërbe, që shkon me 6%, një kohë që ka qenë në shumë pak, zjedhe është edhe një IFA, që është një forcë konservatore, 4% forcë konservatore, në një kohë që po të shikojmë, si përgojnë, lëvizja për vetëvendosje është qëndër e marrë. LDK-ja dhe LDK-ja janë qëndër e tjera. Dhe përveç kësaj, lesë opozicë dhe unë për të bërë një koalicion. Sido që çështja është që drejtuesit e këtyre partive kanë probleme me njëri tjetrin. Sa nuk shkojnë me njëri tjetrin si individ. Edhe pse Vjosa Osmani erdhi nga LDK, por me mbështetjen e lëvizjes për vetëvendosje po presidente, gjatë gjithë periudhës se ajo pati konflikte të hapura në atë që mbështeti për të bërë presidente. Dhe gjatë periudhës së Mos e hiq këtë pa. konfliktet të hapura. Tjetër, problematikë me aliancë për me gjithë respekt të personave në përshëndetje. Nuk është e ishme që një patriot, një luftar, një njeri më përballë, të bëhet prej konflikte individuale. Në vend që Islami Evangelet në prakë ka 11 veta anarkistë, nëse nuk arrit një rezultat konkret. Çfarë do ta pyes Pakarbiani, çfarë do të bëhet me zgjedhjen e Po gjithë, presidentit? si luhet a gjysh? Kush ka gjasa Ata janë të rregullat, kur janë të rregullat pse do të i prish? Konfirmohet Vjosa Osmani. Unë do të jem presidenti i Rodës, ai shoferi taksit që më solli ka të drejtën të jetë presidenti i Rodës, pastaj ky ato mekanikun e lagjit time, që gjithë kemi të drejtë të konkurrojmë, e them këtë me ironi, me bazë. Unë që vetëm unë kam të drejtë. Dhe ne, nëse i shënohat disa nga ato që dhe nëse lejohet për respektin ndaj shqiptarëve që na përcjellin në Shqipëri e Kosovë, e sidomos andaj nga ju, disa sqarime me nga një koment të vogël para se të të kombinatorika të presidentit. Patjetër. Altini tha se kompromis. Okay, so Block Blast just updated, and now you can actually upload your own photo into the game board. Yeah, your own photo. Then you can clear it while you play. I honestly thought this was fake at first, but no, it's real. So if you haven't seen it yet, you probably just need to update the game. What photo would you try first? Download the game now.
Ku që atë të? Ora 4 edhe 1 minutë. Po ka edhe 1 minutë. Edhe 1 minutë. Ja 4. Po çfarë si ka?